mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me sifir, muaji që na bashkon. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Falënderimi, madhrimi takojnë vetëm Allahut xhalla sha'nuhu. Vetëm ai është i përhershëm pa fillim, i gjithmonshëm pa fund. Huwal awwal wal akhir. Vetëm Allahu xhalla sha'nuhu ka mundësi që të jep gjallëri dhe vetëm ai ka mundësi që të jep vdekje. Yuhyi wa yumit. Vetëm i madhi Allah është i plot fuqishëm për çdo gjë, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndërsa duat tona, salavatet qofshin për të dërguarin e tij Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, i cili me lejet e Allahut xhalla wa ala është rahmeten lil alamin, mëshirë për mbar botrat. Pejgamber ky që me lejet e Allahut, me kënaqësi, me vullnet e me dëshirët e tij, është khatemun nebijin, vull e pejgamberisë. Pejgamber ky i cili thot wala nebiyya min ba'di, dhe nuk do të ketë më pejgamber pas meje. Të ndershëm besimtar, në këtë ligjëratën time unë do të flas për një dukuri e cila mjaft shpesh frekuenton në bisedat tona të përditshme dhe që unë kam patur rastin të ndëgjoj. Fjala është për qëndrimin e njerëzve, për thënien e disa muslimanëve, të cilëve kur u thuhet e janë në xhami për ta madhruar Allahun, përgjigjja atyre është Hoxh Efendi, unë nuk kam nevojë të vi në xhami se e kam zemrën e pastër. Dhe në këtë ligjërat pikërisht më intereson që të flasim, që të diskutojmë për këtë thënie, për këtë qëndrim të këtyre muslimanëve, të cilët po i japin të drejtë vetvetes dhe ta cilësojnë zemrën e tyre si të pastër, ndërkohë që pastërtinë e zemrave e din vetëm Allahu xhalla shanhu dhe vetëm ai ka të drejtë të caktojë kriteret të cilat bëjnë që një zemër të është e pastër apo një zemër të është e nxirr. Unë them se me të vërtet edhe sipas shariatit islam, sipas fesë islame, zemra konsiderohet ai elementi qendror dhe kryesor në trupin e njeriut. Varet shumë se çfarë zemre njeriu do të ketë dhe veprimet e tij në jetën konkrete, në jetën e përditshme do të jenë të atilla. Nëse zemra është e udhëzuar si duhet, nëse zemra është e shëndosh, nëse zemra është e dëlir nga të gjitha mendimet e këqija, padyshim që njeriu në jetën e përditshme do të reflektoj mirë, do të jetë një antar i dobishëm i shoqërisë. Po dhe në të kundërtën, nëse njeriu e ka një zemër që nuk është e lidhur me imanin në Allahun xhalla sha'nuhu, që nuk është e lidhur me udhëzimet e Allahut, që nuk është e lidhur me derën e xhamisë, që nuk është e lidhur me madhrimin, me namazin, atëherë druajmë që kjo zemër nuk do të jep leksionin e duhur njeriut për të qenë produktiv, për të qenë një antar i devotshëm i shoqërisë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith të tij thot: "Inna fil jasadi mudghatan idha saluhat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb." Me të vërtet në trupin e njeriut është një copë mishi, nëse ajo përmirësohet, atëherë i tërë trupi do të përmirësohet, dhe nëse ajo prishet, atëherë i tërë trupi do të prishet, ela wa hiya al qalb, e ja pra kjo është pikërisht zemra. Ndoshta
duke marrë parasysh se zemra ka këtë rol të madh për të përvijuar qëndrimin e njerit në jetën e përditshme, në veprimtarinë e tij, në bindjet e tij, në mendimet e tij, është ajo që pejgamberi alayhis salatu wassalam, ashtu siç transmeton njëra prej bashkëshorteve të tij, Sulemja radhiyallahu ta'ala anha, e cila thot se njëra prej duave më të shpeshta të pejgamberit alayhis salatu wassalam ka qenë: Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotullon zemrat, o Allah, ma përforco zemrën time në fen tënde. Çështja e zemrës është çështje në dorën e Allahut. Prandaj njeriu shumë duhet të ketë kujdes se çfarë ushqimi do t'i ofrojë asaj. Sipas konceptit kuranor, zemrat ndahen në 3 kategori. Janë zemrat e shëndosha, janë zemrat e sëmura dhe janë zemrat e ngurta. Secila prej tyre e ka ushqimin e vet. Secila prej tyre e jep rezultatin e vet në jetën konkrete tek individi. Prej njeriut kërkohet që t'ja zgjedhë ushqimin zemrës së tij në mënyrë që zemra e tij të jetë e shëndosh apo të mos jetë e shëndosh, në mënyrë që zemra e tij të jetë e pastër apo të mos jetë e pastër. Nëse njeriu është i obliguar prej Allahut me përgjegjësi, dhe ne këtë duhet ta konsiderojmë si një fakt përfundimtar. Njeriu nuk është krijuar në këtë botë shkeleshko. Ai është krijuar për të bartur përgjegjësi, për të marrë përgjegjësi. Ai është obliguar me detyra dhe me angazhime të caktuara, i cili duhet t'i aplikoj këto detyra, t'i zbatoj këto detyra në jetën e përditshme në mënyrë që t'ja jap hakun vetvetes, t'ja jap hakun të tjerëve dhe t'ja jap hakun që ka obligim ndaj Allahut. Njeriu me këto përgjegjësi të cilat i ka, si ndaj Allahut, si ndaj vetvetes, si ndaj të tjerëve, është përgjegjës, nuk është i lirë të veproj, por ai është përgjegjës. Le ta marrim vetëm një aspekt. Njeriu për shembull ka obligime ndaj Allahut. Ai e ka për obligim që ta madhrojë Allahun. Dhe në momentin kur njeriu thotë se e kam zemrën e pastër, se unë nuk kam nevojë që ta madhroj Allahun, ai me këtë bindje, me këtë qëndrim është duke nënçmuar Allahun xhalleshanu. Pse është duke nënçmuar? Sepse Allahu është krijuesi ynë. Allahu na mban jetë. Allahu na furnizon. Dhe të gjitha këto të mira që Allahu thot në Kur'an: "Wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha", që edhe nëse provoni t'i numëroni të mirësitë e Allahut, nuk do të mund t'i përthakoni ato, sepse ato janë vërtet shumë. Atëherë, si rezultat i këtyre mirësive, njeriu është i obliguar që një falënderim ta bëjë ndaj Allahut, që t'ja di shqyqyrin mirësive të Allahut, dhe jo të jetë ai që, sikur thot Allahu: "Innal insana li rabbihi lakanud", me të vërtetë njeriu është përbuz ndaj dhuntive të Allahut. Edhe në këtë drejtim njeriu nuk i mbetet për të zgjedhur, por ai është i obliguar me madhru Allahun. Është i obliguar me madhru Allahun. Dhe në momentin kur njeriu thotë se unë e kam zemrën e pastër, ai me këtë sikur po i thotë Allahu se unë nuk kam nevojë ty me të madhrua, unë nuk kam nevojë ty me të falënderua. Dhe kjo është një gabim i llojit vet. Apo në momentin kur themi se unë e kam zemrën e pastër, dhe të gjitha ata që shkojnë në xhami për muslimanëve, gjoja ata po shkojnë që të rrofehen në xhami, që t'u falen gjunahet, apo se qenë kanë ata gjunaqar dhe po shkojnë në xhami që t'u falen mëkatet. Kjo është një koncept i gabuar. Në xhami nuk shkohet për t'u falë gjunahet. Në xhami shkohet për ta madhruar Allahun. Tek e fundit njeriu mund ta madhrojë Allahun edhe në shtëpi, duke falë namaz, duke agjëruar Ramazan, duke i kryer të gjitha ato urdhëresat dhe ndalesat e Zotit xhalleshanu. Është forma se si njeriu është i obliguar që ta madhrojë Allahun. Koncepti i obligimit që
që ta madhrojmë Allahun është koncept për të gjitha krijesat. Bile edhe me laqet të cilat janë të pamëkate, pa gabime, edhe ato madhrojnë Allahun, sikur se thot i madhi Allah në Kur'an, yusabbihuna bihamdi rabbihim, e madhrojnë Allahun me falënderim ndaj Allahut. Dhe në këtë drejtim, kur njeriu fal namaz, kur njeriu shkon në xhami, ai nuk shkon pse është i ngarkuar me gjunahe, por shkon për ta madhruar Zotin xhalleshanu. A nuk është turp për njeriu që gjithë këto mirësi të cilat i shfrytëzon, të mos i bëjë një shqyrë Allahut një falënderim ndaj tij? Vetëm ta marrim për shembull elementin e ajrit, të cilin në çdo moment e thithim dhe pa të cilin nuk mund të rënojmë. A thua në shkon ndërmend të mendojmë se kush e ka kriju ajrin? Kush po na furnizon me bollëk? Sigurisht se të gjitha ato mendimet tona përfundojnë në një pikë, se ajrin na ka kriju Zoti xhalleshanu. Ajrin na jep me begati, me bollëk Allahu xhalleshanu. Jo vetëm këtë, po edhe shumë të tjera. Do ta marrim edhe elementin tjetër që vetëm mundësinë që Allahu na ka kriju për ta kthy, për ta marrë ajrin, për ta thith ajrin dhe për ta liruar dioksidin e karbonit, që është një udhëtim shtesë Allahu xhalleshanu. Dhe shumë të tjera. Kjo do të thotë se njeriu është i obliguar për ta madhruar Zotin xhalleshanu dhe nuk është në dëshirën e tij që ai ta falenderoj apo të mos e falenderoj. Është i obliguar ta falenderojë Allahun. Dhe ata të cilët shkojnë në xhami, shkojnë për ta madhruar Zotin xhalleshanu për falënderim ndaj tij dhe nuk shkojnë për t'i la gjunahat. Zoti xhalleshanu në shumë vende në Kur'an, të gjitha ata të cilët nuk shkojnë në xhami i ka cilësuar si njerëz që zemrat e tyre u janë ngurtësuar. Në një ajet Allahu xhalleshanu thot: "Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah, ulaika fi dalalin mubin." Të mjerët janë ata të cilët u janë ngurtësuar zemrat e tyre për shkak të mos përmendjes së Allahut. Ulaika fi dalalin mubin, të tillët janë në një humbje të qartë. Cilët janë ata që janë në një humbje të qartë? Në momentin që njeriu nuk e përmend Zotin xhalleshanu, nuk e falenderon Allahun. Kur vjen muaji i Ramazanit, nuk e agjeron Ramazanin. Kur vjen koha namazit të xhumas, nuk shkon në namazin e xhumas. Kur vjen koha namazit sabahut, nuk e fal ato. Nuk e fal namazin e drekës. Nuk i zbaton urdhresat e Allahut. Nuk i zbaton ndalesat e tij. Nuk kujdeset për të qenë njeri produktiv në shoqëri. Nuk kujdeset apo në rrugtimin e tij nuk i bën përshtypje ajo që Allahu xhalleshanu e ka bërë ligj për njeriu, për ndalesave dhe për urdhënesave. Atëherë padyshim se ky njeri është ai që vetë po i kontribon zemrës së tij për ta ngurcuar. Dhe nuk bëhet fjalë që ky mund ta ketë zemrën e tij të pastër, sepse fjala e kam zemrën të pastër është një çështje e gabuar. Është një çështje e gabuar. Në momentin që njeriu nuk e fal një namaz sabahit, ta marrim elementin më thjesht. Në momentin që nuk e fal njeriu një namaz sabahit, ai është ngarkuar te Allahu. Është ngarkuar te Allahu. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Innal 'abda idha akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda." Në momentin që njeriu e bën një të keqe, në zemrën e tij vizatohet një pikë e zezë. Në zemrën e tij vizatohet një pikë e zezë. Dhe nëse njeriu kërkon falje te Allahu dhe pendohet për ato që e ka bërë të keqe apo që nuk e ka zbatuar një urdhënes Zotit xhalleshanu, siç është rasti i faljes në namazi, i agjerimit dhe kështu me radhë, atëherë i pastrohet zemra e tij. Por nëse nuk kërkon falje te Allahu dhe nuk kthehet në zbatimin e urdhëresave dhe të ndalesave të tij, atëherë në zemrën e tij, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kjo pikë e zezë do të vazhdoj të zgjerohet derisa ja kaplon zemrën e tij, derisa ja nxin zemrën e tij në tërësi. Dhe e lexon pejgamberi alayhi salam
fjalën e Allahut kella belrane ala kulubihim ma kanu yaksibun, ku Allahu ka thënë se zemrat e tyre u janë nxirr për shkak të këqijave të cilat i kanë bërë ata. Domethënë Allahu e ka cilësuar një zemër të nxirr për shkak të këqijave që njerëzit i kanë bërë. Dhe cilët janë ato të këqija? Ne kalim të përmendëm më herët se njeriu ka përgjegjësi edhe ndaj vetvetes, ka përgjegjësi ndaj të tjerëve, ka përgjegjësi ndaj Allahut. Dhe muslimani i cili shkon në xhami, ai në fakt është duke kujdesur që të respektojë urdhëresat dhe ndalesat e Zotit xhaleshanu. Dhe përsëri nuk thot se e kam zemrën e pastër. Ndon se janë premisat që ai megjithatë të ketë elemente për ta pasur zemrën e tij të pastër, pasi që mundohet që ti respektoj me përpikri të gjitha të urdhëresat e Allahut dhe ndalesat e tij. Por se njeriu i cili nuk shkon në xhami, njeriu i cili nuk e madhron Allahun dhe përsëri thot se e kam zemrën e pastër, kjo me të vërtetë është një gabim. Është një gënjeshtër me vetveten që njeriu mund t'ia bëjë. Sepse Allahu po thot në Kur'an: Kella belrana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Por të këqijat që ato i bën u nxin zemrat e tyre. Të këqijat që i kanë bërë u kanë nxin zemrat e tyre. E pejgamberi alayhis salatu wasalam po thot se innal abda idha akhta khati'atan, kur robi e bën një të keqe, në zemrën e tij vendoset një pikë zezë. Dhe nëse ai nuk kthehet me respektu urdhëresën e Allahut dhe ndalesat e tij, dhe nuk kërkon tobe istighfar për të këqijat që i ka bërë, pejgamberi alayhis salatu wasallam thotë se kjo zezë e tij do të vazhdon të shtohet derisa ja nxin zemrën në tërësi. Dhe tash ai i cili nuk shkon në xhami, ne nuk mund të flasim se ai e ka zemrën e pastër sikur se thot vet ai. Por se ne tash mund të diskutojmë se a thua i ka mbetur ndonjë pikë në zemrën e tij pa nxirr. A thua zemra e tij ka mbetur e shëndosh. A thua zemra e tij është e dëlir prej njollave të zeza, prej të këqijave që ai ka bërë. Muslimani e ka për obligim që ta madhrojë Zotin xhaleshanu. Muslimani t'i ndalohet që të thotë se e kam zemrën e pastër dhe t'i bëj vetes komoditetin se ai me këtë zemër do të shkon para Zotit xhaleshanu dhe të shpëtojë. Jo. Te Allahu xhaleshanu do të shkojmë me zemër, do të shpëtojmë me zemër të pastër. Vetëm ai i cili e ka zemrën e pastër, shkon me zemër të pastër, te Allahu xhaleshanu do të jetë i shpëtuar, ashtu siç thot Allahu në Kur'an: Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Në një ditë, pra në ditën e gjykimit, në botën tjetër, ku nuk do të bëjnë dobi as pasuria e as fëmijët, përveç se ai i cili i paraqitet Allahu xhalla shanuhu me zemrën e pastër. E zemra pastër për të qenë është kusht që njeriu të zbatoj urdhëresat e Allahut dhe ndalesat e tij. Në momentin që njeriu nuk i zbaton këta, ai e ka përfshirë vetveten e tij në të këqija, në mëkate, në mënyrë, në të gjitha ato, sepse ai që korrigjon zemrën, ajo që është një korrektues në zemrën e individit për të qenë shëndosh, është pikërisht imani në Allahun xhaleshanu, i cili kur vjen sabahi urdhon me fal sabahin, kur vjen namazi xumas e urdhon me fal namazin e xumas, kur vjen muaji Ramazanit e urdhron me agjëru muajin e Ramazanit, dhe kur i vin mundësit për ta kryer ibadetin e haxhit, e urdhron që ta kryej ibadetin e haxhit, kur i vjen mundësia për të bërë mirë, e urdhron që të bëj mirë, dhe kur i shkon mendja për të bërë keq, e urdhron që të mos bëj keq. Ky është pikërisht imani sinqert në Allahun xhaleshanhu, i cili do të jetë garantuesi vetëm në ditën e gjykimit. Dhe fare për fund e lutim Zotin xhaleshanhu që të na udhëzojë në ato që është e dobishme për veten tonë, për dunjan tonë dhe për ahiretin. E lutim të madhin Allah që të gjithë ata që kanë brenga, Zoti xhaleshanhu t'ia largojë.
ata të cilët janë të sëmur, Zoti Gjellëshanhu t'i shëroj, ata të cilët janë të varfër, i madhi Allah t'i begatoj me mirësitë e tij, e në mënyrë të veçantë e lutim Zotin Gjellëshanhu që të gjithë ata të cilët thonë për vetveten e tyre se kanë zemrën e pastër e në ndërkohë nuk janë respektues të urdhëresave dhe të ndalesave të Allahut, që Allahu Gjellëshanhu t'i udhëzojë në rrugën e xhamisë, në rrugën e ibadetit, në rrugën e madhrimit të Allahut Gjellëshanhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Me iftare me sifir, muaj që na bashko, mirë se